Një operacion i suksesshëm i policisë në Laknas ka zbuluar një shtëpi të kthyer në fermë Hashashi, ku dy vëllezërit, Shkëlqim dhe Fatmir Matraçi, të kthyer nga Anglia, kishin ngritur një aktivitet kriminal të organizuar për kultivimin e kanabisit. Në katin e dytë të banesës së tyre, Rekatshe, ata përdornin pajisje të avancuara për të rritur bimët, duke përfshirë dhampa speciale për ndriçim dhe ngrohje, ventilator për freskimin e ajrit dhe filtra për pastrimin e aromës së hashashit, që të mos vijë ere nga fqinjët dhe të ruaj fshehtësia e aktivitetit. Por më tepër ata kishin vendosur muzikë të lartë për të maskuar çdo lloj zhurme që mund të kishte dalë nga veprimtaria e tyre. Nga hetimet që pasuan, policia ka zbuluar se dy vëllezërit kishin lidhur energji elektrike në mënyrë të palishme, duke përfituar në ndihmën e një punojësi të OSHS, Indrit Paja, i cili u arrestua për shpërdorim të tyre. Pas një kontrolli të udhësishëm në banesë, janë sekuestruar 20 rrënjë kanabis të mbjellë në përvazo, si dhe një sasi e konsiderueshme me kanabis të përpunuar, e cila do të përdorej për shpërndarje. Po ashtu janë gjetur dhe pajisje të tjera si llampa speciale, filtra, ventilator dhe pajisje për matjen dhe rregullimin e temperaturës, të cilat janë sekuestruar nga policia si prova të aktivitetit palishëm. Hetimi është në vazhdim dhe tashmë është kaluar në duar të prokurorisë për të përcaktuar përgjegjësitë e mëtejshme. Gjithashtu, babai i dy të arrestuarve, një 66 vjeçar, është ndjekur penalisht për dyshimin se kishte dieni për veprimtaritë palishme të djemve të tij dhe nuk e kishte denoncuar. Ky rast thekson një tjetër problem serioz në luftën kundër kultivimit dhe tregtimit të drogës, duke u shndruar në një shqetësim për autoritetet dhe qytetarët në zonë.